Një deputet që ka marrë 16.000 vota para 4 vitesh, unë pretendoj që nëse ka marrë 3.000 para 4 vitesh, pretendoj të marrë 7 sot. Aktiviteti politik është gjithmonë në rritje. Këtë mendoj unë. Më jep një koment për faktin që në Tiranë, siç kërkon ti vota në listë hapur, kërkon edhe ai që ti kontribove indirekt apo direkt për të qenë në qeli Ilir Meta. Shedi, mund t'i them vetëm kaq që nëse ai fiton në listë hapur, çfarë do thot për ty? Si e përkthen ti? Nuk fiton në çfarë? Si fiton? Bëhet deputet. Është kandidat në listë hapur, po vota pra nga qytetarët, po bëhet deputet, se çdo bëhet. Besoj se fiton. Nuk besoj se ndo. E para njërë nuk merr më shumë se 12 mandate PD-ja në Tiranë. Vetëm po hoqi 2 nga vetët për t'i liruar vendin vetes ti. Po nuk merr Ilir Meta vota dhe nuk del deputet. Nuk ka asnjë lloj shansi, nuk ekziston shansi. Po të rinjve i druhani që mund të marrin aq vota sa do të marrin, po kush të rinj? Gërryejnë ata në elektorat. Kush të rinj? Partitë e reja apo të rinj brenda partive? Tani sa herë që ju bëj juve të mazhorancës të këtë lloj pyetje, përgjigjeni gjithmonë me pyetje. Tani pse bëni sikur si njihni? Po pra kush të rinj, po të them. Adriatik Lapaj. Po. Endrit Shabani. Po. Arlind Qorri. Po. Edhe një parti të re, edhe pse Agron Shejaj për shkak ka qenë PD, po ka krijuar një parti të re. Unë uroj dhe shpresoj. Jo, s'na bëjnë përshtypje fare. Po pse? Pse nuk e konsideron? Po s'na bëjnë se nuk janë. Apo është arroganca e pushtetit? Jo, s'është arrogancë, unë s'kam pushtet. Unë jam pa pushtet. Po mirë, po pse nuk i konsideron ti këta? Të rinj janë këta, si ty. Po pra, unë uroj dhe shpresoj që këta të jenë të gjithë në parlament. Nuk i bën asnjë dëm parlamentarizmit të kemi forcat e reja në parlament. I konsideroj patjetër se kanë nisur një rrugtim të cilët kanë shprehin një platformë apo kanë një qasje që duan të bëjnë diçka ndryshe nga të tjerat. Paçka se në shumë pika nuk bie dakord, sepse politika nuk është vetëm populizëm, do edhe të provohesh njëherë, po gjithsesi uroj dhe shpresoj që të gjitha forcat që garojnë të kenë nga një mandat në parlament dhe të përfaqësohen. Në fund fare dhe shqiptarët i shikojnë se nga e thëna në të bërë është në mes një deti tërë. Kështu ti shikojmë, duke i mandatuar ti shikojmë qasjen që do shkojnë te Berisha, do shkojnë te Rama, a do rrin, do ta çojnë vend. Atë se do bashkojnë këta me, po ata i kanë shpallur si vija të kuqe. Pse mendon ti se? Vija të kuqe kur? Para zgjedhjeve. A do shkojnë me Ramën këta? Ju keni pas zgjedhjeve? Jo me Ramën, more. Po me ko di, mund të shkojnë me Berishën, mund të shkojnë me Ramën, mund të shkojnë me të gjithë. Po tani sipas duke ndjekur qasjen tënde, ata nuk mund të shkojnë me Humsin. Nuk e di, nuk e thashun se do dalin nesër titulli Halit Valteri thotë që këta. Jo, po ata Ramën dhe Berishën e kanë vit kuqe, ndoshta ndryshojnë, nuk e di. Ne të dy kemi disa vite që njihemi dhe ti ke parë ja 3-4 qeveri të paktën që kur të njoh fund që janë ndruar. Ka pas vija të kuqe para zgjedhjeve, vija të bardha mbas zgjedhjeve, bëhen vije shila ato, bëhet jo po për hir të integrimit, jo për hir të kësaj, për hir të asaj. Kështu që le t'i lëm të lirë, se unë i kam dhe në Këshillin Bashkiak partitë e reja. Po kishin vit kuqe para zgjedhjeve, pastaj në fund fare rrin mbas derës kryetarit të bashkisë. Kush e kush marrë hallet e veta, kështu që ti lëm të lirë shqiptarët votojnë, t'u japin besimin dhe në fund fare të zhgënjehen me pozitivitet me këta të rinj që përbetohen që do luftojnë si Skënderbeu në fushat e betejave dhe këtej e ka një dorë në Revani, një dorë në baklava. Ose në kadajf. Tani, të rezultati për të mbetur, kur po bisedonim para nisjes emisionit, kishe një pritshmëri shumë të madhe, jo vetëm për fitore të PS-s, por fitore nga këto mazhorancë të cilësuar gati. Pse ke këtë pritshmëri, këtë bindje kaq të fortë, sa kohë kjo forcë politike kërkon mandatin e 4 dhe mban faturën e konsumit minimalisht mbi kurriz? Sepse njoh dhe palën tjetër. Kemi 2 ekipe në fushë betejë ose në fushën e lojës, po i bëj ekipe futbolli dhe shikoj cilësinë dhe fuqinë e ekipit tjetër që e njoh shumë mirë, e njoh, domethënë jam rritur atje, e di se si funksionon dhe njoh dhe strukturën dhe se si punohet, paktën prej 3 zgjedhjesh, 2 parlamentare, një vendore të këtij ekipi. Partia Socialiste është një parti shumë e organizuar,
është një parti e cila nuk punon muajin e fundit fushatës dhe të ngremat të frymën revolucionare për të marrë votat, por është një parti sistematike, është një parti pranë qytetarëve, me të mirat, me të këqijat, me gabimet që mund të ketë, sepse konsumi i pushtetit 12 vjeçar bën veten, por ditë them që është shumë herë më i përgatitur, është shumë herë më i mirë, ka emra shumë cilësor në krahasimisht me ata që kemi përballë dhe është pranë qytetarëve. Dhe unë do ta mbajmë shënim këtë dhe do ta diskutojmë pas zgjedhjeve. Partia Socialiste merr minimalisht 3 ose 4 mandate më shumë se në 2021 këto zgjedhje. Po gjithë ato afera korrupsioni në 12 vite qeverisje, gjithë ato llogarit hapura me SPAK-un të eksponentëve të rëndësishëm të saj, nuk do të bëjnë firo në fund? Do të bënin shumë firo nëse Partia Socialiste do të bëjë mburoj e personave të korruptuar ose personave të cilët kanë llogari për të dhënë para drejtësisë. Unë mendoj që Partia Socialiste e ka të qartë që kur është krijuar drejtësia e re, ja ka bërë të qartë gjithkujt, që nga pozicioni më i ulët i antarit deri te kryetari i partisë, që kushdo që ka llogaridhënie para drejtësisë duhet shkojë të mbyll hallet me drejtësisë dhe nëse del i pafajshëm të kthehet në subjektin politik. Nëse nuk del i pafajshëm të vazhdojë rrugën e tij për të kryer atë dënim që mund të marrë nga drejtësia. Kështu që ndryshimi jonë është që ne jemi garantori drejtësisë. Rama dhe qeveria Rama thotë që ekzistenca e SPAK-ut do të jetë, reforma do të funksionojë, mbështesim reformën ashtu si dhe partnerët tanë, ndërsa Këneta me bufin e saj ka çdo ditë me kukuvajkat që i nxjerr në qarkullim. Bufi simboli i mençurisë. Mençurisë, po ashtu, nëse është bufi, sipas bufit. Se ju e keni për buf shqiptar, nuk e keni për buf. Po me qenë Skënderbeu vinte bufi në flamur, nuk vinte shqiponjën, kështu që jo, e kanë seriozisht, për shembull në Amerikë e kanë simbol të mençurisë, se na i hapi sytë edhe Evi Kokalari para të ditësh. Po unë po të them këtë gjë, që nëse që se tallet me atë pjesë. Nuk është se e thot seriozisht. Jo, ajo thot që e ka mësuar strategu i fushatës. Po tallet. Se Evi unë ndjek Evin dhe Evi tallet me Lasivita, me Salion, me Belon, se i ka njohur nga brenda dhe e kanë mashtruar, e kanë gënjur dhe i ka kuptuar se për çfarë e mbajnë Partitë Demokratike atë. Prandaj them që tallet, Evi shkret tallet me këta. Ideja është këtu që bufi dhe kukuvajkat thonë nga mëngjesi deri në darkë hardhucave dhe zhapikëve që i rrinë poshtë dritares, që ne do ta shkrijmë SPAK-un dhe premtimi elektoral i Sali Berishës për botën e errët, për kriminalët që takon Zeni nga mëngjesi deri në darkë, në për skutat ku fshihet i thot, na mbështesni neve sepse babi do ta shkrijë SPAK-un. Na mbështesni neve se përgjimet e Sky Encros dhe problematiket që keni me SPAK-un do të mbarojnë, do të marrin fund sepse plaku do ta shkrijë atë institucion dhe nuk do të ketë më drejtësi. Është deklaratë shumë e fortë. Po, e kam thënë, nuk është hera e parë që e them. Është e vërtetë kjo. Patjetër, se nëse s'është e vërtetë do më kishin degdisur atje ku degdise. Mirë, se ti nuk i ri nga pas edhe i dëgjon ata tani se. Po, ti nuk. Deklaratë politike kjo apo? Unë jam te partia patronazhistëve, ne dim çdo gjë. Kështu që ju mburreni, krenoheni me patronazhistët. Po se nuk është që e keqe patronazhist. Dhe po ta dish patronazhimin e kemi filluar ne te PD-ja në 2009-ën. Po si çdo gjë që ata din ta shkatrojnë, nuk din ta bëjnë mirë. Kështu që po të them, ku ndahemi ne me këta? Ne ndahemi me këta sepse këta nuk duan një drejtësi, duan një drejtësi plepash, një drejtësi rumpall, një drejtësi me prokuror që kanë ardhur sulmoi disa një drejtësi me prokuror dhe gjyqtar që kanë ardhur me të mbathur athesi dhe sot lëvizin me Maybach 500.000 euro nëpër Tiranë dhe sot i ketë sigurt nëpër listat e kandidatëve, me drejtësi me njerëz që janë shkarkuar nga vettingu dhe sot po riciklohen politik. Nuk është rasti i parë, por ka disa raste brenda Partisë Demokratike, me një drejtësi ku është komandohej video përgjimi i Ilir Metës ku kap duke shfletuar atë bllokun që është i veshur me lëkurë shqiptarësh dhe shkronjat janë gjaku i shqiptarëve ku shkruheshin shifrat e korrupsionit dhe votonte gjykata e lartë në unanimitet për ta nxjerrë video përgjimin të parregullt. Flasim për një drejtësi ku viktima të shumta të kësaj politike të mbrapsht
nuk bën dot drejtësi për 21 janarin, ku 26 viktima ranë në biznesin e djalit të Saliut dhe asnjë nuk u dënua, apo u dënuan me pak vite burg dhe sot janë biznesmen të fuqishëm nëpër Tiranë. Nëse ne aspirojmë të kemi këtë lloj drejtësie, atëherë më mirë ta lëm fare këtë punë dhe mos merrem me politikë. Ne aspirojmë të kemi një drejtësi ku edhe kur akuzohet personi më i fortë politikisht, është kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, Partia Socialiste nuk i bëhet mburoj, por kërkon standardin. Nuk i bëhet mburoj për akuzat që ka, por thotë të zbatohet një standard. Dhe një qeveri e cila kërkon standard, për standard, është standard ndërhyrja e kryeministrit në Bashkinë e Tiranës për shembull. Çfarë po ndërhyn kryeministri? Po firmos leje ndërtimi?